Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në review. Unë jam Greta Topiana dhe sot do të jemi në transmetim live për të ndjekur dy ngjarje të rëndësishme të cilat përballen sot, por edhe ndahen në të njëjtën kohë. Kam fjalën për ditën e 42 të protestës, e cila vazhdon ashtu sikur se kemi ndjekur në transmetim live nga zona e Sheshit Skënderbej drejt bulevardit dhe më pas nis marshimi në rrugë të ndryshme të Tiranës, por sot njëkohësisht në një zonë tjetër të Tiranës, në Kashar, do të organizohet dhe në fakt janë dhe përgatitjet e sekondave të fundit për të nisur edhe koncerti i artistit me famë botërore Kanye West, i cili vjen në Shqipëri. Një pritje e cila dhe një angazhim i cili shkaktoi shumë reagime në rrjetet sociale për shkak edhe të organizimit të protestës, për shkak të çështjes së biletave, për shkak të parave që janë harxuar për ardhin e tij në Shqipëri, por nga ana tjetër edhe për mënyrën se si është përdorur ardhja e këtij ylli botëror për Shqipërinë, pra çfarë PR-i mund t'i bëjë Shqipërisë dhe turizmit shqiptar. Gjithçka do diskutohet sot në review, por përpara se të nisim ne do kemi mundësi që të ndjekim të dyja zhvillimet në të njëjtën kohë këtu në review. E nisim fillimisht me protestën, çfarë është duke ndodhur në këtë ditë të 42. Kjo është pamja, jemi live me pamje nga zona e bulevardit përballë kryeministrisë, aty në podiumin e improvisuar kolegu im Ardit Hoxha do të jetë në lidhje të drejtë për të na dhënë të gjitha informacionet çfarë do të ndodhë në këtë ditë të 42. Ardit, fjala për ty, dhe a ka ndonjë informacion, komunikat nëse do shkohet në Kashar, apo? Greta, të përshëndes, nuk ka një informacion të konfirmuar të paktën deri në këtë momente nga ajo që mund të konsiderohet si grup organizator i protestës. Ajo që është cilësuar sot, ashtu sikur se ka ndodhur edhe në të shtunat e mëparshme, në fakt është që protesta është konsideruar dhe është thirrur protestë kombëtare me pjesëmarrjen jo vetëm të qytetarëve të Tiranës, por edhe të qyteteve të tjera të Shqipërisë, bashkë edhe me shqiptarë që kanë ardhur nga diaspora. Madje njëri prej tyre në fakt ishte edhe folsi i parë në protestën e sotme, ndërkohë që aktualisht është duke folur një përfaqësuese e grupit të studentëve. Sigurisht është pritur me një lloj kurioziteti për të parë se çfarë do të ndodhte në kushtet ku në të njëjtën kohë që organizohet protesta këtu në qendër të Tiranës, në periferi të kryeqytetit, në zonën e autostradës, për pak minuta besoj do të nisë edhe koncerti tashmë i këngëtarit të njohur Kanye West, i cili në fakt ka prodhuar një valë reagimesh dhe kundërshtisht edhe nga protestuesit për një sër arsyesh, duke nisur që nga figura kontroverse që është vetë Kanye West për disa deklarata që e ka mbajtur në vitet e fundit, por edhe për faktin tjetër shumë të rëndësishëm të 4 milion eurove të cilat janë akorduar nga qeveria shqiptare për të mbështetur zhvillimin e këtij koncerti. Gjithsesi do të jemi këtu, do ndjekim dhe do përcjellim hapasapi protestën Greta në ditën e saj të 42, nëse do të zhvillohet siç ka ndodhur në mbrëmjet e shkuara, pra me mbylljen e fjalimeve bëhet një lloj marshimi i shkurtër në rrugën kryesore të Tiranës dhe më pas shpërndat, apo do të kemi një zhvillim ndryshe këtë herë që mund të gërshetohet apo mund të ndërlidhet edhe me ato që është duke ndodhur ose pritet që të ndodhë në periferinë e Tiranës në koncertin e këngëtarit Kanye West. Ardit, falenderoj shumë për informacionet, është ende herët e vërtet dhe besoj sapo ka nisur dhe fjalimet e para në podium, ma kërko fjalën kur do të kesh nevojë për të na përditësuar dhe për të na sjellë lajmet e fundit aty nga protesta në ditën e saj të 42. Kolegu im Ardit Hoxha bëri një përmbledhje, do ritakojmë sërish me Arditin, edhe sigurisht do kemi mundësi që të ndjekim të gjitha lajmet në kohë reale, moment pas momenti dhe të shohim dhe protestën, edhe nëse do kesh zhvillime në koncert i cili me sa shoh nuk ka nisur ende. Jemi në sekondat e para përpara se të nisë zyrtarisht, edhe pse gjithçka është bërë gati. Me buzëqeshje mirëshkurti, kolegu im gazetar e nis kështu ardhin e tij në review. Përshëndetje, faleminderit shumë për sonte. Faleminderit juve që më keni thirrur. Me buzëqeshje ka marrë këtë jetë dhe shpresoj kështu ta mbyll. Edhe shumë aktiv në këtë protest, po ashtu. Të kam parë goxha, se e nisa kështu me që e hapa me buzëqeshje. Jam në 36 vjet aktiv, jam nga 90-ta, pa pushim. Në këtë patjetër.
Faleminderit edhe një herë, do kem mundësi të flasim për gjitha zhvillimet e kësaj proteste. Mirela Jorgo, faleminderit shumë, juriste, knajsi që të kam sot në studio, kemi shumë për diskutuar. Faleminderit shumë Alfred Muharremi Kika, antar i Këshillit Bashkiak Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës. Faleminderit, knajsi edhe një herë. Faleminderit shumë Gentian Serjani, aktivist drejtësi sociale nga organizata dhe shumë aktiv po ashtu në protest. Kemi shumë për diskutuar. Zoti Shkurti, ta nisim së bashku, se unë zakonisht e nisë kështu, e kam rendin në tryezën time. Sigurisht, kam ndjekur shumë reagimet tuaja që keni bërë herë pas herë, jo vetëm me postime në rrjetet sociale, por edhe me prezencën tuaj në protest. Një gjë e cila sigurisht më ka bërë përshtypje, jo vetëm mua, por edhe ka nxitur edhe një lloj diskutimi, një lloj debati, ndoshta dhe teori konspirative dhe lajme të rreme, është një fotografi që është postuar nga vetë ju, një fotografi ku ishit ju dhe 79 antarë të tjerë, pak në kështu thuaj në foto, që jemi mbledhur dhe ky është grupi nismëtar dhe bëhej fjalë për mbledhjen e parë të krijimit të kuvendit të kësaj proteste, apo është diçka komplet tjetër? Si është e vërtetë asaj fotografia? Në gjithë këtë që thatë, pa ju gjykuar ju se vetëm fjala fotografi ishte e saktë. Nuk ishin 80 antarë? Ishin 82. 82. Ose u bënde 85 pas da ngellën 79. 80 ishte e shkruar. Problemi është që në diskurin e Zotit Rama, në qoftë se kujtohet para ca kohësh, armiku ishte algoritmi. Mirë po, kuvendi kombëtar i protestës ka dalë në kryefjalë sepse është armiku i të gjithëve. Pse është armiku i të gjithëve? Sepse protesta është një nën që po lind. Dhe lindja e kësaj gjëje është përfaqësimi i gjithë atij mbledhje. Dhe në raport me këtë janë prodhuar vetëm fake news. Domethënë, po prodhohet një forcë politike që do ta marrë, po prodhohet protagonizëm, po prodhohet kjo, po prodhohet ajo. Unë parapriva gjithë këtë. Jo, nuk keni juve, më fal, nuk është problemi që unë e kam me ju. E kam në përgjithësi që opinioni është mbushur vetëm me fake news, vetëm për ta bërë pi, sepse lindja e kuvendit kombëtar të protestës dhe marrja e përfaqësimit prish shumë ekuilibra. Më e painteresuar këtu është Partia Demokratike, për shembull, e cilës normalisht është marrë pushka, që ishte opozitarizmi. Njerëzit janë ngritur pa Berishën dhe njerëzit janë ngritur pa thirrje nga partitë, janë ngritur me thirrje të brendshme. Dhe nëse ka dhe një përfaqësi kundër klasës vjetër politike, pra që këtë protestë nuk do ta lërë më që njëri thotë shkojmë te Politekniku, tjetri te komisariati, por që do të marrë mendimin e kësaj proteste, do të mbajë zjarrin e kësaj proteste dhe kaq është, se është thënë që do ketë atributet e një kuvendi siç ka kuvendi i Shqipërisë, që do të prodhojë qeveria kështu. Është folur si një lloj institucioni paralel, me institucionet ligjore aktuale shqiptare. Nuk mund të jetë institucion paralel, sepse njerëzit që po e prodhojnë janë njerëz me mend dhe me përvojë. Nuk mund të prodhohen institucione, që të prodhohen institucione dhe që në fund fare, se janë ja dy qeveri teknike që i njohun për shembull, që janë bërë. Po nëse nuk të njeh legjislacioni shqiptar dhe aq më tepër partnerët ndërkombëtar, do thotë që hyn ke pjesa e sharlatanit. Ata që po ky grupimi, i cili ne pretendojmë që të jetë të paktën 500 veta si fillim. Po. Janë njerëz që vinë nga protesta, i sjell protesta dhe i sjell palca protestës. Pra, ajo Rama-Hamburg, Berisha-Hamburg, pjesa si dush neveritjes me establishmentin e vjetër. Ndalimi i 4 ligjeve, të cilët protestuesit mendojnë se është coptim dhe shitja e dheut. Më lini të ndihmoj pak edhe qytetarët e cilët po na ndjekin për të kuptuar pse për çfarë jemi duke folur, zoti Shkurti, bëhet fjalë pra ju që po na ndiqni, bëhet fjalë për një fotografi e cila është postuar para disa ditësh. Është kjo fotografi në cilën ka patur 3 qershor. Tani do të shpjegoj se çka ka ndodhur. 3 qershor ku thuhet 80 shqiptar, prandaj thashë 80 antar, thuhet që këtu është krijuar 3 korriktor, që është krijuar është mbledhja e parë e një kuvendi. Çfarë ka ndodhur? Pranuam të vetmin qëllim. Ne lexojmë kuvendi protestës. Pra, nuk është se kjo është kuvendi. Ky është një grup pune, i cili është krijuar ose është mbledhur për të bërë kuvende. Nuk do të thotë që këta njerëz janë kuvende, unë mund mos jem nesër. Një pjesë e tyre mund mos jem kuvende. Po si u mblodhet? Si arritet që bëhesh i 80 persona? Në shesh nuk është ndonjë gjë e vështirë të mblidhesh. Në shesh nuk është gjë e vështirë të mblidhesh. Në mjedise të tilla, urdhoj, ju thatë jeni aktivist, ne njihemi, nuk është puna se po shqipemi, kush është ky zotria, ne di me emër, mbi emër me aktivitet. Po. Pra, mbledhja e kësaj gjë dhe ideja nuk ka qenë e një personi. Ideja ka qenë e shumë njerëzve, ore, do një përfaqësim.
Kështu, ashtu mori një emër kuvend. Si do bëhet ky kuvend? Atëherë, ky kuvend do të bëhet ndërmerret me hapa që të ketë legjitimitet, që të ketë pranim dhe përfaqësi, dhe u mblodh një grup pune. Është mbledhur njëri grup i vogël që ka diskutuar. Pastaj është mbledhur në një nga hotelet e Tiranës, është mbledhur një grup me 35 veta, i cili ka bërë thirrje që të zgjerohet grupi i punës, i cili po vendos rregulla dhe nuk është fare sekret se në grupet e WhatsApp me shumë njerëz informacioni jo rrjedh po derdhet. Po bëhet gati një formular ku çdo protestues ka të drejtën të aplikojë duke përmbajtur kritereve të para. Një, të aplikojë si për të bërë antar. Për të bërë antar. Pra nuk është I këtij kuvendi. I pa njohur fare, do të hyj atje do të shkruaj. Unë quhem Tazëmar Mir Shkurti, lindur në Tiranë, banues Tiranë. Kaq ishte dhëna personale dhe një email dhe do të vëri aty, do të vëri qëndrimin e tij ndaj protestës. Pra, në qoftë se kemi patur njerëz edhe në grup që kanë ardhur, edhe ka thënë rof partia deri në datën 8 qershor. Këta jo, këta duhet distancohen. O dorish, ti je pjesë e protestës, nuk ka problem, po jo pjesë e përfaqësimit të protestës. Një. E dyta, qëndrimi ndaj establishmentit. E treta, sinqeritet në këtë gjë, do të thonë, nëse ti ke gënjyrje vetë përjashtuar. Pastaj do të zgjedhë kuvendi gjithçka tjetër. Pra nuk ka një kuvend, dhe kjo është gënjeshtër. 2. Nuk po e bën këtë kuvend as Armiri, as nuk është kuvend, por është një lloj është një grup pune, i cili po vë shinat dhe që jo detyrimisht ata njerëz që ishin atje do të jenë në kuvend. Janë njerëz që po punojnë si qartësi ajo që po shprehet Armiri, është që po bëhet një grup pune për ta kthyer në një aktivitet dhe për të mbledhur një kuvend i cili pastaj do të vendos dhe detyra e parë dhe e vetë këtij kuvendi është të përfaqësoj atë protestë dhe frymën e protestës. Ndoshta më fal, ndoshta nesër do të jenë 100 vet në shesh, ndoshta pas nesër nuk do të jetë asnjë, por për shkak të këtij kuvendi protesta do të jetë gjallë, dhe do të jetë një institucion që do të mbajë gjallë protestën në vazhdimsi. Edhe diçka sepse dua ta bëj sa më thjesht se duke qenë se ju jeni pjesë e kësaj mbledhje, kësaj strukture, grupi punës, edhe unë dua të jem korrekte me fjalë, duke marrë dhe burimin parsor nga vetë një nga protagonistë, mund t'ju quaj kështu. Jo, të lutem, i që fjalë protagonist, sepse goditjet që bëhen të ulta janë duan protagonizëm. Unë jam një nga 300.000 protestuesit. Dakor, një nga 300.000 protestuesit. I cili vullnetarisht është vënë këtu dhe vën as në krye, as në mes, as në kam përqafuar dhe vazhdojmë. Për të marrë pjesë në këtë kuvend, për qenë antar në këtë kuvend të kësaj proteste, unë kam lexuar deklarata të shumta që për shembull nuk duhet të jesh person që të kesh pasur pozicione publike, të kesh patur pozicione politike nga ana tjetër. Sa e vërtetë është kjo? Ka një draft, ke të drejtë, ka një draft i cili jo të mos kesh pasur, ti mund të kesh pas, po i distancuar. Pra personat, jo distancuar sot, personat që qartas janë, mund të kemë pas pozicion, për qartas janë distancuar dhe kam përqafuar protestën, janë të mirë pritur. Pra mund kesh qenë me PD-n, ta bëj më thjesht? Absolutisht. Dikur apo me PS-n? Absolutisht. Dhe më vonë një larguar. Pra mund dhe ish politikan mund të jenë pjesë e kësaj. Ke denoncuar këtë gjë. Unë po largohem nga forca ime politike për shkak të këtyre kritereve parimore. Duhet të jetë pa kritik, thoni. Dhe je, po se ti nuk mund të jesh për shumë. Edhe antari i partisë me Tesër, ti jesh dhe me mua. Me mua në sensin e protestës. Pra protesta thot, Ramanburg, Berishamburg. Ti ke Tesërën e Ramos ose Berishës. Po partitë e reja? Si partitë e reja? Ata antarët e partive të reja? Mund të jesh antari një partije të re opozitare dhe nuk e di, neve nuk kemi antarë të këtyre partive deri tani grupin e punës. Mendoj se është hera ta akoma. Gjithsesi, kriteret do të vendoset dhe do të shikoni, por mbi të gjitha po them edhe një herë, edhe një antari i Partisë Demokratike që është distancuar nga mënyra se si funksionon e parti. Edhe një antari i Partisë Socialiste që është distancuar nga qeverisja aktuale. Dhe nga fillimi i protestës ka mbajtur një qëndrim pro-protestës dhe pro-protestës është i mirëpritur, t'japi kontributin dhe të filtrohet pastaj se do ta vendosë kuvendi. Edhe një pyetje të fundit para se të kaloj sepse doja një farë mënyrë të merrja një. Jo, faleminderit sepse është shumë e rëndësishme kjo. Një pasqyrim pak më të qartë asaj çka kemi ndjekur, është konceptuar, është analizuar, pastaj është shpërndajmë bisedën, ndalemi në gjitha detajet.
Kjo mbledhje, ky organizim që është bërë për kuvendin kombëtar të protestës, ka ndonjë qëllim për të krijuar diçka më shumë, një lëvizje, një organizat, një parti politike, një sindikat, një çfarë, domethënë se okay, u organizoj, po çfarë do bëhet? Okej. Se bëjmë pyetje. E di, bëjnë shumë pyetje, një pjesë e madhe janë tendencioze dhe provokative. Ju do prodhoni qeverinë, ju do të zini vendin e kuvendit, po çfarë zgjidhje keni ju kur ti ke Rama, po sikur Rama ti bëj për 45 ditë? Jo. Dhe të falenderoj shumë sepse më ke dhënë një mundësi të madhe. Tash, nuk flas dot në emër të gjithë, por në emër të asaj që unë di. Ky grup do të marrë frymën e atyre njerëzve, absolutisht frymën e atyre njerëzve, do të përfaqësoj ata njerëz dhe do të bëj vullnetin atyre njerëzve. Në qoftë se ai popull në shesh do të ketë vullnet për të bërë diçka, ky grupim do të përfaqësoj këtë gjë dhe nuk është as përfaqësi të shkojnë takime Edi Ramën, as përfaqësi që do zgjidhë qeverinë, është një përfaqësi e atij popull. Sot ka një grup nismëtar, të cilën unë e përgëzoj sepse e ka mbledhur dhe organizuar protestën në kushte dhe presion të jashtëzakonisht vështirë, po dhe në kushte diversiteti brenda tyre, por e kanë mbajtur protestën. 42 ditë ata persona që janë atë kanë bërë një punë të shkëlqyer. Tani nuk do të jenë 12-13, po do të jenë 130 ose 500. Pesha që i bie atyre do të pjesëtohet me 10, apo jo, se nga 13 do të jenë 130, po them. Pra nuk do të jetë X me emër dhe mbiemër, por do të jetë grupim. Dhe ata më vonë mund vendosin se si mund të... Jo, do të vendosi populli, sepse mënyra se si është organizuar, nuk ka, shiko, një strukturë e propozuar, po e pa miratuar. Po, më thoni? Do t'jetë kuvendi, i cili do të marrë vendimet, do t'jetë një, po themi, kryesi e cila do të bëj punët ekzekutive, por vendimet e saj zhbëhen nga kuvendi, dhe të gjitha vendimet, ato që janë kryesor, do të merren nga ajo që quhet mbledhja e popullit, pra në shesh. Në shesh. Me vota si? 130, 150, 500 veta që janë do t'jenë shesh, nuk e di do të dhe do të flasin njerëz, do të kemi marrë këtë vendim. Për ta shkurtuar një herë. Këtë doja ti më të shkurti dhe hapi bisedën. Diçka para Një se koment, për ta shkurtuar që unë mendoj, para një unë mendoj që është një gjë shumë e mirë, sepse po merr një institucionalizim gjë e protestës, nuk po dalin lalangër atje dhe po na komentojnë dhe po na bëjnë një minutë, ju të lutem, jo, jemi një sekond para. Tani, unë doja që të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si etiketojmë njerëzit. Kur nuk kanë kujdes ata, të lutem, nuk mund të kemi kujdes me njerëz. Edhe nëse nuk kanë kujdes ata, ju nuk do të thotë që ju të keni të njëjtën mënyrë të drejtuarin ndaj atyre, zoti Alfred. Njerëz të cilët janë aty që kanë vetëm një qëllim për të dezertuar këtë vend, një vend për t'i bërë dëm këtij vendi, me thënë drejtën ata s'merrin në zvëmendjen. Pra, unë ajo që shikoj është që kjo po merr një institucionalizim kërkesa e tyre. Pra protesta po shkon në një pikë fundore kur do të kërkohet institucionalizimi i saj dhe institucionalizimi i gjithë kërkesave që ata kanë. Dhe kjo është shumë mirë. Unë thjesht vetëm një pyetje kam për zotin e mirë. Unë thjesht vetëm një pyetje kam me shumë. Kjo vjen sepse po e themi në emër të protestës. Një sekond, duke qenë se është në emër të protestës. Për t'ia bërë qartë sepse po e sjell në emër të një proteste. Po nuk është në emër të një proteste. Është në një protestë, është në emër të një grupi që ata janë një grup nismëtar që s'ka, ne nuk e dimë që është shumë që po shkon drejt. Një minutë. Jo, një sekond. Jo, shumë mirë. Të lutem, zoti Moremi, të lutem vetëm një gjë sepse duhet të sqaroj kjo. Nuk më keq unë duhet të them vetëm një gjë, Armir. Nuk është një grup. Është në çdo hap marr konsensusi i grupeve dhe përfaqësimeve. Ky grupi nismëtar që është Si është marrë? A mund ta them? Ky grupi nismëtar, pra këta që kanë menaxhuar protestën deri më sot. Funksionon ai që ka drejtuar, organizuar protestën. Brenda këtij grupi janë pyetur dhe është marrë miratimi i shumicës të këtij grupi dhe kanë qenë prezent një pjesë e tyre ose si pjesë ose si vëzhgues. Ata pyesin këtë, do votojnë në shesh. Ta bëj një pyetje se kemi kohë televizionit për gjitha pyetjet. Mos më shumë. Domethënë, juve në këtë rast do të jeni ky grupi që më saktë çdo kërkesë, çdo protestuesi, pra kërkesave legjitime të protestuesve, se s'po flasim për kërkesa që vijnë që janë legjitime. Pra kërkesat juve do i merrni institucionalisht dhe do i drejtoni institucionalisht. Kjo është pra ajo që unë duhet kuptoj. Jo, saktësisht, Alfred. Se çfarë vendimesh do ketë? Pyetja është shumë e mirë. Se çfarë vendimesh do Pyetja ketë? është shumë e mirë sepse janë disa gjëra shumë të holla
Kështu si thoni ju, i bie që ne, ose grupi që do jetë, se unë jo detyrimisht do t'jem unë. Grupi që do t'jetë atje, është përfaqësia juridike e kësaj gjëje. Eksakt, pra që do kemi mandat të hymë në biseda, do të kemi mandat kështu. Jo. Jo. Këtë do të vendosi ku vendi se si do të organizohet. Detyra jonë është vetëm të mbledhim ku vendin. Pik. Ku vendi atë keqat. Kjo është ideja. Pra, mos të shkojmë që ky është institucioni përfaqësuesi i protestës, që ky institucion është vetëm mbledhur, ky institucion, po them, edhe dje ka marrë miratim dhe konsensus te grupi nisëmtar. Pra nuk është një fraksion që, sepse më falë, kemi 10 grupe në WhatsApp që janë krijuar dhe thotë ku vendin mbarkombëtar, ndërkombëtar, ku vendin kështu. Kjo është Atëre, e di si ka nisur kjo punë? Më thoni. Shikoj, unë për momentin, sigurisht që kam qëndër të para që kam në deklarata dhe kam thënë që e mbështes shumë pjesën e protestës qytetare, kam qënë diku në një televizion, kam qënë e para dhe shikoj një 10 ditë këta që sot janë të flakt për protestën, nuk ishtë heshtin dhe unë shikoj një heshtje të frikshme. Pastaj u pa një përfshirje të tyre dhe dhe më thënë e dua protestën dhe dua këtë, nejse, shikoja me sy shumë kritik. Çfarë ndodhi? Shikoj emrin tim, numrin im, përfshihet në një grup WhatsApp-i. Shumë numrat të tjerë, shikoj, përfshireshin këto numrat e WhatsApp-i dhe ishte një bisedë që kjo bisedë filloi, do më të numri shkonte në 500 ca, 600 ca, dhe gjitha bisedat që ne bënim në grupin e WhatsApp-i, që ishte shkëmbim opinionesh e tjerë, e shikoj që më vonë te kryeministri kishte rrjedhë informacioni. Dhe u thash, ndoshta dhe për fjalën tuaj, pra fjalë çfarë shkruan ne çfarë debatonin. I shkon te kryeministri. Po, dilte me deklarata kryeministri, unë e di se çfarë bëjnë në grupin e WhatsApp-i dhe u them atyre në Mërë informacionit një që biseda ju ka kaluar. Shikoja që grupi WhatsApp-i kalonte shtonte numra që nuk ishin emra, po ishin thjesht numra. Emri im për shembull në grupin e WhatsApp-it ishte thjesht Mirela dhe unë më detyroshe shpesh kur merrja fjalën në këtë grupin e parë të WhatsApp-it, thoshja unë jam Mirela Jorgo, jam avokate, kam këtë lloj opinioni. Edhe i rendisja pikat e mia 1 2 3. Arriti një moment pas disa ditësh se po bëj shumë bisedat aty shumë aktive dhe u them, më fal, këto bisedat tona rrjedhin detyrimisht te kryeministri sepse ai po del me deklarata dhe i di se ne çfarë diskutojmë dhe bëjmë këtu. A ka mundësi sepse unë jam aq kurajoze si natyrë që unë gjithë opinionet e mia jap në faqen time të Facebookut dhe nuk kam frikë të shpreh atë çfarë duhet. Tash për çfarë duhet ky ngjeshje e grupit të WhatsApp-it me kaq shumë numra dhe persona që ne nuk i dim kush janë. E ishin numra pa prezantim. A ka mundësi të prezantojnë gjithë 500 ca, 600 ca persona në këtë grup WhatsApp-i? 500-600 metra në një WhatsApp. Duhet të thoshte, sepse a ishte si progresion geometrik. Futesha unë dhe unë fusja tjetrin dhe bësha i grupi i madh. Unë thash, e di si është problemi tash, kështu kam dalur nga grupi i WhatsApp-it. Unë po e shikoj, unë het një mendim dhe në momenti që unë het një opinion, unë e shikoj që hidhet ai që quhet si grup nismëtar aktiv, e merr këtë opinionin tim dhe e çon me vrap tek prokuroria. Unë s'isha dakord as për këtë librin Albania Files, që ka shkuar në jo, që shkoi mirë bëri, por unë hodha ide. Në momentin që ne do ta çojmë në prokurori, ka qenë bisedë brenda WhatsApp-it. Në momentin që unë e çoj në SPAK këtë, duhet hartuar një padi e kopsitur ligjërisht dhe të mos shkojmë për të bërë show, se unë jam e lodhur me show me protestat, jam e lodhur me Aleancën për mbrojtjen e teatrit që bënin show me kallëzime që ndronin adresat dhe shkonin sa për show për të thënë këtu dhe ishin kallëzime jo eficiente dhe i thasha ka mundësi të hartohet e shikoj që nuk kishte përgjigje nga ata që quheshin grupi juristëve. Kur e pa që s'kishe përgjigje të nesërmen një nga aktiviste që ishte Sidorela Vatnika e shikoj para portës së SPAK-u dhe shikoj që dorëzoi vetëm thjesht librin, tash për çfarë po më duhet gjithë ky spektakël për të çuar këtë libër pa argumentuar nga ana ligjore. Do me thonë, u çua një libër për spektakël për të që ne po e çojmë në SPAK. Okej, po pse ky nxitimi i madh? Grupi nisëtarëve dërgoi një dokument, një provë për prokurorin e posaçme, që kryesisht fillonte hetimet. I dashur, unë vura re një nxitim për të vajtur te SPAK-u, i thash të lutem, a ka mundësi ne ta kopsisim nga ana ligjore? Debati është aty, është i ruajtur te grupi WhatsApp-it. Sepse unë nuk punoj për show, unë punoj, duke qenë juriste, punoj që t'i kopsis gjërat 1, 2, 3, 4, 5. Në momenti që e pash që shkuan,
Unë thash, më fali, unë do shkëputem nga ky grup WhatsApp-i, sepse bisedat e mia, opinionet e mia, qoftë juridike, qoftë sociale, qoftë partijake, politike, unë jap në faqen time të Facebook-ut dhe nuk ka çam duhet më ky grup WhatsApp-i. Ika nga grupi parë. Në grupin e dytë ka qenë një aktiviste që s'poja përmend emrin dhe më merr pas 2 ditësh dhe më thotë, "Mirel, je dakord ti të futesh te ky grupi WhatsApp-it se jemi kështu?" Po mi tash më futi tash dakord se u vajti kjo punë për grup WhatsApp-i. Grupi WhatsApp-i, shikoj unë, u bonja 100, u bonja 200 dhe aty po jepi platforma shikon, ne do vlidhemi në një kuvend. Edhe filluan po kishin ato debate tyre. Debate ka qenë deri 1 të darkës, por ja pa gjumë familjarët e mi thoshin po pse s'po fle, sepse ishin mesazhe. Nuk e di, edhe mute, nuk i bia mute sepse jam natyrë shumë aktive dhe doja të isha në korrent dhe jam shumë inteligjente ti kap situatat që në fillim. Dhe çfarë ndodhi? Se besoj ka ndodhur ndonjë Jo, më thanë do mblidhem një kuvend, më fali tash. Në një natës ndodhi kjo apo? Po debatet kanë qenë vazhdon 1:30 të natës. 1:30 nuk pushonte telefoni. Dhe i them, po mes nesh, dhe i them, të lutem, juve që më futët dhe mua në grupin e WhatsApp-it, kërkuan miratimin tim, por mund të prezentoni, të thoni kush jeni, sepse ne komunikojmë tu dhe unë shikoj që ka vetëm numra, nuk e dim ku me këpo flasim, nuk e dim kush janë. Kush është ky grup që u vetë zgjodh për të kryer këtë delegacion ose këtë komision për të bërë këtë hapin e madh të kuvendit. Aty pata përplasje opinionesh dhe nuk pranova, ai ta shiko. Këto më duket si taktika që ndoqëm ne te Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, sepse kështu nda Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit. Se këto janë gjëra zakonshme që ndodhen në një protestë. Shiko, unë kam eksperiencë për kauzën e teatrit dhe unë jam kaq e pamëshirshme, i dashur, jam kaq e pamëshirshme se pash që nda Aleanca. Unë them se sot ne jemi për të diskutuar për protestën që është dita e 42. Do më lësh ta mbaroj. Është procesi protestë në ditën e saj. Duhet jemi transparenti për atë çfarë po ndodh. Dhe i thash, nuk ka transparent kush janë këta persona që morën këtë lloj iniciativë. Fare, nuk ka asnjë lloj transparent. Unë duhet të di me kë kam të bëj. Unë nëse do vete, jo më jam interesuar për protestën. Ndjes për ta kuptuar. A ju kishit dëshirë që të ishit pjesë e grupit të drejtues? Jo, sepse i thash, unë kam që kundra sepse thash, nuk është momenti në këto situata. Ka kritika pse është organizuar këtë mënyrë, thonë. Jo, nuk është momenti në këto momente, ta mbaroj të lutem, ta mbaroj. Nuk është momenti që ky lloj komisioni, që aty kishte edhe, më fal, nuk dua të paragjykoj, por kishte edhe 70 vjeçar, që ndërkohë që kjo është protestë e gjeneratës Z, që në këto momente të bëj një lloj komisioni të tillë, por të ka, jo, nuk po them për Armiri. Armiri është artist, Armiri ka 30 vjeç që është, unë po them aty kishte, më 80% ishin të moshësh mbi 50 e ca. Tashi, futem veten time. Mbi 50 e ca. Gjenerata Z ishte shumë e pakët. Dhe i thash, nuk ka një lloj transparence dhe unë heq dorë, unë dal nga grupi WhatsApp-it, nuk punoj në këtë lloj mënyre. Dhe jam kundra sepse ende protesta ka nevojë të piqet akoma, ka nevojë të përhapet, ka nevojë të jetë gjithë përfshirëse dhe aty janë shumë rryma në atë lloj proteste. Aty i ke të gjitha ngjyrat politike. Është të gjitha ngjyrat politike. Në momentin që ti e centralizon në një lloj komisioni, ti jep në një farë mënyre sikur i jep një lloj godi. E kam eksperiencë, të lutem, nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit. Kam luftuar, domethënë në mënyrë deri momentin e fundit dhe e parashikova ato çfarë do ndodhte. Ajo çfarë më shqetëson mua. Vetëm një fjali. Po. Dalja e popullit pa kokë mund ta çojë vendin në kaos. Nuk është, unë e kuptoj këtë gjë. Jo, nuk e kuptoj. Ti nuk e ke kuptuar këtë gjë. Ti po më flet mua me grupet e WhatsApp-it dhe grupet e WhatsApp-it në një situatë revolucionare, po quaj, kanë 200.000 grupe e WhatsApp-it dhe përvojat e tua nuk kanë lidhje fare me komisionin. Dhe ai që të ka futur ti ka bërë gabim se s'ka pyetur. Dhe neve në eksperjencat tona kemi patur, kemi futur një person aty, e di pra di si janë futur. E di si e futur ti, e di si e futur dhe njërës që s'kan pas lidhje me protestën dhe pastaj ata njërës dalin dhe thonë po pra, janë lajmëruar të vinë dhe kush ka ardhur, nuk je detyruar të vish. Jo, nuk jam e detyruar, po dhe mënyrën e këtij lloj organizimi, me këtë lloj mungesë transparencë nuk më vjen. Kjo nuk është e gjeneratës Z, edhe 70 vjeçarve, kjo
Kjo është e gjithë njerëzve sepse është një revolt popullore. Jo, kjo është revolt, kjo ka nisur nga Jo, e ke gabim. Lek ka nisur kjo. Jo, nuk ka nisur nga të rit, kjo ka nisur nga Zvërneci, nga mosha 50 vjeçare që eran me grusht. Jo. Pastaj erdhi, jo pra e ke gabim, nuk e diti. Nuk e diti, nuk e ke ide. Ku për përqind, unë jam për natë atje, hapi pamjet, aty lutem, hapi çik pamjet e shohim. Aty ishim live. Po le më të shi, atë janë gjithë me kokat balla, gjenerata Z. Jo mirë, jo, janë për natën atje, ty s'kam parë. Aty janë nga 80 unë jam duke filmuar çdo natë protesta ti thua si aty. Unë jam aty për natë, shikoj faqet time të Facebook. Po s'u thash jo, ti po më fol. Po themi shoh gjithë me kokë të bardhë. Unë po them. I shoh të gjithë. Unë po them. Nuk është momenti i një kuvendi të tillë, momenti të piqet protesta. Po s'u pyet njëri. Po mirë më në rregull. Pra prandaj po them. Dakor mos u pyet. Ti ke hyrë në një grup WhatsApp dhe na tregon thashë themet e grupit WhatsApp-it. I tha, më tha. Çu ka nisur pra se njerëzit të pa organizuar me vullnetin e mirë kanë dhënë secili mendimet e veta. Tani, që të mos kemi këtë lloj diversioni, i cili para 2 javësh ka pasur 4 episode dhune. Episodi i parë, njerëzit pa kokë shkuan tek universiteti dhe tha, i mori peng tha studentët policia. Edhe s'kishte ndodhur. Dhe mundet ishte djegur universiteti për një lavë që doli dhe pa kokë. 2 herë shkuan ke parlamenti dhe shkuan në burg. Dhe e treta, e katërta, u vetë zgjodhën pas jo e transparencë. Ne jemi komision. Po jo pra nuk e di ti fare. Po jo pra nuk e di, s'ke pikën informacionit. Jo. Ky informacion ka marrë lekë grupit nismëtar, ka marrë konsensus e grupit nismëtar, dhe është i përbërë nga një pjesë e grupit nismëtar atje. Do të diskutojmë të gjitha sepse deri në këtë moment. Jo, nuk duam sepse njerëzit atje ka 42 ditë, këto janë fake news. Unë veti për çaj interesi i bën. Do zoti i bën nga padia. Do zoti nga nuk është fake news. Fake news, absolutisht është fake news. Që mblodhen sa njerëz edhe dolën e morën këtë. Janë mbledhur qindra grupe që s'kan asnjë lloj legjitimiteti. Ky grup që peti ka ardhur me konsensusin e grupit nismëtar. Me grupin nismëtar dhe pastaj ai grup ka çdo se mos fizi një tosh hyrë. Ne më fatos Lubonjën se kam qenë tek ai grup fillim me fatos Lubonjën. E pis fatos Lubonjën në debat, të lutem, për çfarë funksionon ky grup? Se këtu s'ka ngelur, këtu ka ngelur vetëm Belinda Balluku, edhe Mirela grupin e WhatsApp-it. Ka qenë një grup që se ka ditë kush e ka fut. 26-ën. Po flet për grupin e WhatsApp-it, nuk po flet për grupin e organizatuar. Ato grup s'ka qenë kjo. Po dhe në WhatsApp është një grup që e kanë futur pa dashin e saj. Këto grupe, a më kupton? Është gjendur në grupet e zihet për grupin aty. Grupin organizator. Nuk besoj se është. Kjo marrë nga një koment sepse kjo protestë ne kemi 42 ditë që e komentojmë në dimensione të ndryshme, kur ka replika besoj gjithë ftuarit e kuptojnë. Genti, 42 ditë. Ndërkohë, nuk e di... Kjo është edhe ajo çfarë duhet diskutojmë së shumti. 42 ditë. 42 ditë kanë kaluar, kanë ndodhur shumë gjëra në 42 ditë. Kur ka filluar protesta, kemi qenë këtu në studio. E mbaj mend. Kemi patur dhe një lidhje live, duke se Arditi tha, isha vetë në protestë, nuk jam përgatit, po ju marr nga telefonim. Pra lidhja e parë e protestës së ditës parë ishte spontane lidhja nga gazetari që sot është i përgatitur. Që të thotë, qytetarët dolën, pasi fillimisht panë që nuk morën asnjë informacion çfarë po ndodh atje, pasi panë që atje u vendos gardh me tela për të mos lejuar qytetarët për të shkuar atje, kur panë që një qytetar shqiptar u tërhoq zvarr, filluan të protestojnë para kryeministrisë, panë që nuk panë asnjë reagim pozitiv nga ana e kryeministrit, panë një arrogancë. Dhe sot ata qytetarë në shesh i mban arroganca e kësaj qeverie. Ne sot qytetarët i shohim akoma në shesh dhe mund themi që kemi pa kreativitet jashtëzakonshëm në shesh. Kemi pa veprime dhe gjëra që s'kan ndodhur më parë në vendin tonë. Kemi parë një numër se sot shohim që dalin deputet të maxhorancës tregojnë me foto prezencën e pakët. Për mua betejë me numrat e protestës e ka humbur kjo qeveri. Është konsistenca sipas ju qëndresa. Patjetër konsistenca dhe qëndrueshmëria në kërkesat. Pra qëndrueshmëria, kërkesa kryesore që ne e kemi hapin e parë është dorëheqja
Që pyes pak, zoti Seriani, duke qenë se jemi duke biseduar tani 42 ditë, ja kemi ju edhe ju kam patur në studio po ashtu, ka patur shumë zhvillime kjo protestë, të mira, qia, largime, afrime, si çdo zhvillim, absolutisht. Është një zhvillim që nuk ka një kohë. Absolutisht, dhe është një risi, kjo lloj proteste mund ta konsiderojmë një çdo risi. ditë që qytetarët rinë atje në protestë, çdo ditë është leksion për shoqërinë shqiptare. Dhe unë e di që ju jeni pjesë e shoqërisë civile dhe keni vite që po ashtu merrni në protesta të ndryshme, dhe t'ju pyes pak, për ju është gjë e mirë që kjo protestë të ketë më në fund një ekip drejtues dhe më pas të ketë struktura, të jetë e strukturuar? Për mua hapi i parë është të jepet dorëheqja zotit Rama. Jo, po ishte tjetër pyetje e imja. Genti. Pra, për mua si Ti po kërkon atë kërkesë që kanë protestuesit. Ndërsa këtej po kërkon unë bëra një pyetje tjetër. Pastaj në shesh, nëse ka grupime të ndryshme që vinë me propozime të ndryshme, janë të mirë pritur. Jo, pra pyetja ime është, a është më mirë që kjo protestë lihet siç është lënë? Po pse shkojmë tek hapi numër 10? Apo te organizimi? Pse shkojmë te hapi Po numër 10? s'hapi numër 10, është hapi para disa ditëve ky. Hapi i parë ishte që qytetarët shqiptar nuk dalin kurrë në shesh. U te kaluaj. Hapi i dytë është që qytetarët shqiptar nuk qëndrojnë më shumë se sa 2 ditë në shesh. Do më japësh një përgjigje? Hapi i tretë është që qytetarët shqiptar nuk bën më shumë se sa X. Edhe doli një numër nga kryeministri. I tham gjitha këto. Tregoj që ka më shumë se sa thuash ka ana e kryeministrit. Hapi i katërt ishte që nuk do qëndrojnë më gjatë sepse filloi kampionati botror. Iku dhe ky hap. Tani ne ti marrim hapet me radhë. Cili është hapi radhës? Pra mos pretendojmë tani se... Pra ju thoni që hapi radhës pra, si kësaj proteste është dorëheqja zotit Rama, pastaj krijimi i një ekipi drejtues. Po çfarë duhet bëj ekipi drejtues pastaj nëse zoti Rama e dorëheq? Ne ja lëm një moment i dytë ta diskutojmë këtë gjë. Momenti i parë që ne gjithë dim dorëheqjen, pastaj të krijohet një ekip drejtues të protestës. Në moment që iki zoti Rama, unë mendoj që protesta ka realizuar misionin. Po. Edhe pastaj duhet krijohet kuvend? Pse duhet grupi drejtues? Pastaj ne të mendojmë se si do të jetë përfaqësimi i kësaj proteste. Po si pa përfaqësuar sot më vëlla? Mirë, pra ne sot Pra ju jeni kështu, ti ke kështu. Jo. Unë mendoj që kush i merr vendimet? Kush i mbledh? Kush i çon ke treni dhe ke aeroporti? Kush i çon ke universiteti? Genti ti e mban mend profesionet e lira kur organizon. Po tash ti duhet ta di se kush i marri, kjo është diferenca. Protestë dhe revolt për profesionet e lira, besoj mban mend. Edhe njerëz se nuk ju dëgjova se edhe një protesta për revolta për profesionet e lira, na dolën ca burra të zgjuar atje. Edhe u thash në LinkedIn, dëgjoj tash, ju që morët përsipër ta merrni këtë revolt të profesioneve të lira për ta përfaqësuar, dolën dhe me patos të madh, zun një sallë tek Rogneri, ja kishte paguar PD-ja, se doli më vonë që pagesa ishte bërë nga PD-ja, doli zonja Tabaku dhe për profesionet e lira. Prit ne të jepeshin rezultat nga ky komisioni profesioneve të lira, jo vetëm që s'u realizua, po u shëm dhe u hop në edhe revolta e profesioneve të lira, dhe më falë për shprehen, ikën profesionet e lira, ata s'u dukën më ai komision. Morën ato benefitet personale se cili 6-10 persona që ishin komision, mua më duke se njëti skenar po ndodh edhe me këto kuvende që po ndodhin. Mirë, unë nuk dua të degenerojnë në të lloj. Ky është shqetësimi që unë kam. Zoti Muharremi, të marr një koment për çfarë ke ndjekur për gjatë këtyre 2 ditëve apo jo, prit, ta bëjmë kështu më mirë. Do më japësh pak kohë të sill deklaratën e zotit Rama për Kanye West dhe më pas i bëjmë bashkë dy deklaratat. Megjithatë do më ndihmoni pak me videon që ka bërë publike zoti Rama pak më përpara se të nisim transmetimin live në review, më ndihmoni pak ta kemi në LED, ndërkohë që zoti Rama un po e përmbledh, ka thënë që ardhja e Kanye West në Shqipëri, ky koncert do t'i jap një hovë dhe do të jetë një PR shumë i mirë për Shqipërinë. Ndërkohë që protestuesit në fakt kanë kërkuar madje dhe ta bojkotojnë dhe të tjerëve, përveç atyre që kanë thënë që ne nuk të shkojmë. Dgjoj, mua e vetmja gjë e mirë që mua më pëlqen tek pjesa e protestës është në radhë parë ka shumë njerëz, shumë individa të përgjegjshëm, që janë realisht përgjegjshëm edhe duan vendin, duan Shqipërinë, që kërkesat e tyre janë shumë legjitime, normalisht për shumë çka që nuk kanë bërë mundur dot qeveria socialiste apo gjithë ky tranzicioni kaq i vështirë i këtij vendi që nuk po e kuptojmë dot, edhe pse vazhdon të jetë kaq i vështirë. E dyta që duhet vlerësoj është që unë kam thënë edhe që në fillim, kemi qenë edhe këtu në studio bashkë, edhe në studio të tjera, kam deklaruar që nëse nuk ka një insocializim protesta, nëse kjo lloj proteste nuk do të insocializohet në kuptimin e mirë të fjalës që të marri pesh kërkesat tyre, pra të marri pesh kërkesat tyre, unë jam i mendimit që
këtu ka ikur koha kur në këtë vend të veprojnë fjalët përpara veprave. Pra veprojnë fjala, shkon në kalim vepre dhe vepra që bëhet duhet institucionalizohet, nuk mund bëhet me një kërkesë. Në vitet 90 mbajtën ata te Ramiz Alia, i Ramizi, pasaj ta atyre. Nuk mund të bëhet. Gjithë bën karrierë pasaj ata, që ja na dëgjojmë se nuk mund të bëhet këtu shteti nga sheshi. Shteti bëhet nga vota, shteti ndërtohet nga institucionet. Nuk ndërtohet shtet nga sheti. Nuk e tha, zoti Shkurti, nëse dëgjohet me vëmendje, jam dakord me zotin Shkurti. Tha që ne nuk duam të krijojmë institucione paralele me institucionet nuk po marrin ta kuptojmë gjëra. Jo, fal, me sa e kupton edhe Alfred nuk është duke kundërshtuar këtë gjë. Jo, dakord. Është duke thënë njëjtën gjë, por nga ana tjetër. Pra nuk është që populli do hyn kryeministrinë do drejtojë. Unë kërkoj që të institucionalizohet politikisht po flas. Ju e kërkoni këtë. Unë kërkoj institucionalizim politikisht sepse është përballë me politikën. Si çfarë do të ishte më mirë? Më fal, pra kryeministri i Rama dhe qeveria socialiste është votuar nga 850.000 qytetarë, ka 83 mandate në parlament, edhe nuk mu janë dakord me zotin Serjani që unë dua kërkesën e parë, dua dorëheqjen. Po tani lutem zotin Serjani këtu se nuk e dëgjova fare. Ma ishte drejtë si qytetar ta kërkoj si qytetar, atëherë ti jap si qytetar, atëherë unë ti kërkon dorëheqjen e kryeministrit e Rama dhe ti kërkon që të vendosësh në krye të qeverisë, një minutë në krye të qeverisë individ të cilët një minutë lutem. E mbarove artikulimin tënd, lejo mua tani. Sa ti vendos pikën jo, nuk po vendosim tek ty, po që dua ta kuptosh një gjë. Pra këta kërkojnë heqjen e një kryeministrit, dorëheqjen e kryeministrit, shkrirjen e parlamentit, edhe një parlament të ri. Dhe ajo që kërkojnë këta aktualisht është për të sjellur element të protestës që denigrojnë këdo që mendon ndryshe. Denigrojnë ata persona të cilët janë me Partinë Socialiste. Janë ata individ të cilët sot po bëjnë me që ke dhe emisionin review ti. Edhe me që ke dhe emisionin review njërës të cilët edhe përshkatërën pasurin kombëtare duke bërë review negative për çdo biznes të këtij vendi. Janë njerëzit, nuk i ndalon dot atë. Si do t'i ndalosh? E kupton ti ku jemi neve tani ne. Këtë revolucionin që këta po mendojnë, këta revolucionin që këta po mendojnë se duan ta bëjnë revolucion për të shpërtuar të drejtat, për të shpërtuar liritë, për ta bërë ato të drejta, këta janë shkelësit më të mëdha të drejtave. Jo pjesa më e madhe e protestës, njerëzve. Janë ato çakem që janë aty pjesa e krye protestës që përpiqen të marrin ato. Pse mendoni? Ta shkatrojnë këtë vendin. Me që ma lidhet pak çështën e review-it, po duar mirin. Po unë duar mirin përballë. Duar mirin përballë, dua këtë individ përballë. Jo, në kuptimin e socializim, pra e protestuesit, e një njeriu që e do këtë vend. Një minutë. Jo, më një njeriu që do këtë vend, edhe një njeriu që distancuar nga opinioneve jemi kundra, nuk mu arrimi ka simbolika, nuk e ka, se e kuptova shumë qarë. Më le bëj replik me ty. Jo, ti s'mana duash për ballë, edhe mua dhe Mirela. Se unë do organizim, Mirela do kaos. S'mana duash të dy. Unë them, duhet organizim, Mirela thot jo, se dalin burrat mençëm. Mirela do burra bu do dhe, ose gratë bu do vaqen, që dalin atje. Pra të kuptim. Po ma duhet, pas të bërë Fredin, duhet njerëz për ballë. Dua njerëz se duan për një minutë. Dua njerëz se duan këtë Shqipëri more. E dua njerëz që kanë bërë. Po Serianin e do. Unë Serianin e njoh nga formatëria sepse nga puna e shoqërisë civile ai ka mbështetur shumë njerëz që vinë nga kategorinë nevoje, unë jam i njohur për këtë. E di që keni respekt që secili për te biznesin për një tjetër, po. Ore, duhet njerëz e mirë të kemë përballë, pra që edhe politikisht nesër nëse bëhet lëvizje politike, të përballem me njerëzit që duan këtë vend më vëlla. Dhe hajde të fitojmë mirë. Dhe hajde të fitojmë mirë. Po me çakent. Me njerëzit që cilët duan të shkatrojnë këtë vend. Me njerëzit që bëjnë gjëm këtë vendi, me thënë drejtën unë mendoj që duhet distancohet çdo protestues. Se nëse ka një problem, nëse flasim dy njëkohësisht nuk dëgjohet asnjëri. Tre pastaj bëhet akoma më keq. Një pyetje kam për review-n. Jo review-n time, review-n se publicitetin, shkojnë. Unë aq të palexuar janë se Kalane Rozafos kuptuan se ishte Rozafa e një biznesmeni. A kupton ti ku jemi ne? Largohemi nga emrat e biznesmen. Pse cilësuat që këto review janë duke shkatruar Shqipërinë dhe imazhin e Shqipërisë? Pasurin kombëtare. Më fal, unë jam ekonomist.
Dhe duke të qenë në ekonomisë e njohë edhe mirë ekonominë e turizmit. Ekonomia e turizmit dhe para njerë, përpara se të bësh një rezervim booking, shumë njerëz nuk mund të kenë informacion se çfarë po protestohet në Shqipëri, që të jemi realisht. Ata duan të vizitojnë Shqipërinë dhe duan të vizitojnë një vend, që mund ta kenë marrë një sugjerim. Dhe në momentin që e kanë marrë këtë sugjerim nga individët caktuar, shikojnë dhe do hyjnë një sekond. Do hyjnë dhe do shikojnë në çdo biznes se si është performanca tyre e menaxhimit të këtij sektori dhe se si do të përqaset ndaj turistëve. Dhe kur shikon komente pafund që kanë një cilësi të dobët, që nuk po e komentojnë si një individ i cili nuk e ofron shërbimin e mirë, kjo është një dëm të atij sipërmarrësi që për Iritës së Drejtës është ekonomi shqiptare, mund të jetë ekonomi e biznesit vogël, mund të jetë ekonomi e madhe. Dhe ju quani shkatrim të? Kjo është e turpshme dhe kjo duhet distancohet. Faktikisht kanë qenë kundra se nuk pati reagim qeveria, këtë reagim qeveria ku po mbytën bizneset. Se nuk pati këtë reagim qeveria. Qeveria ka përduar paketet solidaritetit në çdo moment. Qeveria nëse ne shohim që ky reagim i qeverisë vjen vetëm për to bizneset dhe nuk vjen për bizneset që u përmbytën. Unë po flas për elementin që po ndodh në zonën e Korçës u përmbytën. Po pra edhe ka marrë masa qeveria, pa sa mundësi. Sa dalin mundësi të buxhetojë që ka, lidhe me emergjencë. Ka një fond emergjence sot, më përpara nuk e ke pasur nderuar, sa nuk e ke pasur. Dhe pse nuk u ngritën këto deputetë dhe këto qytetar apo këto mbështetës të majorancës të tonë? Shumë drejtë unë ngrihem, apo kam shumë dakord që se kanë bërë atë turp TV. Nëse se kanë bërë atë turp TV, po them. Nëse kjo mbështetje erdhi për qeveri për bizneset më dhëmbin. Patjetër. Çdo lloj sumi ndaj biznesit për mua është e dhimbshme sepse e di se çfarë heqin bizneset është me gjak kur e ndërtojnë atë lloj biznesi. Absolutisht pra kjo është. Faktikisht më dhëmbin. Po nuk është ngjarje që ka ndodhur vetëm Jo, e kuptoj, po përgjithsisht si parim mua më dhëm kur sulmojnë, më dhëm për biznesin, se punoj me mishë me shpirt për shumë, për mbajt familjen. Dhe kjo ka ndodhur edhe në një bujtin shumë të vogël, që janë kryesisht familjar, të drejtuar nga 5 individ, vetëm sepse bashkëshortë e nderuar që ka biznesin, punon administratën shtetërore, janë turrur edhe kanë ty ka bërë review, do të thënë, nuk kanë të kuptojnë, ore merru me oligarkët ti, nëse ti mendon që ky është oligark, ky ka marrë pasurinë kombëtare, sipas konceptimit tënd, merru, ke lloje formash sot, që ti mund mos shko, mos e vizito. Se këte bëjnë review dhe të nesme një ke po aty shkën hanë drejken. A kupton pra, duhet të kuptoj që këtë lloj elementës që janë pjesë e kësaj protestës, a duhet meri policia shtetit me review? A duhet meri edhe të lutem me etiketimet, edhe njëherë? Të lutem edhe njëherë me etiketimet. Ato janë qytetarë shqiptarë që kanë atë mendim. Në momentin që një përdorë etiketimet të rënda të shumtuara dhe shqiptarë. Ti e ke mendimin dhe unë të respektoj ty, unë ka mendimin tim të respektoj ty. Por nuk ka sepse duke përdorur terma që ne ofendojmë ato janë qytetarë shqiptarë që nga dita pare protestë deri në ditën 42 sot ata kanë janë me familjen time nga shaka ato që s'kan bërë mua tani. Çfarë do, unë aty e them kërma mos them ty unë. Që ke kundër valla, nuk po kupton. Jam duke thënë që ne do të jemi më të kujdesshëm ku etiketojmë njerëz. Jo, ata etiketojnë mua, ata të më shajnë mua, të merren me rrotë mirë. Jo pra, po pra. Po do u kërmi dhe ata më shajnë, unë blini gjë i kthem. A kupton? Nuk po i shaj akoma dhe më keq. Pra këtë duhet të them pra. Pra duhet të them që duhet distancohet edhe jam shumë pro e gjithë kësaj grupi punës që ky lloj fryme, ky lloj për protestën, ai pra. Aty ka shumë gjëra për të protestuar, më i nderuar. Absolutisht po. Por ti nuk mund të protestosh. Ti nuk mund të protestosh, mendimi tim të protestosh duke thyer ose më saktë duke hedhur poshtë legitimitetin e një qeverie që është krijuar nga 850.000 qytetarë. Pas pak një gjë do na ndihmoj me një lidhje live nga SBA-ja për një protestë që janë duke zhvilluar dhe atje në live. Në fillim të emisionit u shprehej që ambasadori OSBE Odiri doli dje dhe tha kjo është protesta më paqësore që ka ndodhur në vendin tonë. Është protestë paqësore, një protestë e cila kohët fund nuk ka pasur as incidente, jam i gëzuar që ka protesta të tilla në Shqipëri, kishte ka ndodhur ajo që ka ndodhur në dialogu politik aty kishte problematike, pra sfida është më e madhe se dialogu politik, edhe dialogu politik nuk është midis PS-s dhe PD-s. Që dy struktura replikë kishe Armir, lutem se jo replikë kishte çfarë kishte për çështje batute. A bëjmë diçka zonja Jorgo dhe tre zotërin, mund të kemi një lidhje drejt për drejt në SBA, dëgjojmë pak çfarë është duke ndodhur
dashur atje dhe me njëherë shkojmë në protestën tonë në Tiranë. Dea Dodi, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është në lidhje të drejtë për drejtë me ne për të na treguar më shumë për një organizim që kanë bërë shqiptarët atje duke u solidarizuar me shqiptarët që janë duke protestuar në këto 42 ditë këtu në Shqipëri. Përshëndetje dashur. Përshëndetje të gjithë në Tiranë, këtu jemi sot, por jemi me zemër me ju atje. Më trego pak si u organizuat, i shikoj kuj që zi të shoh dhe ty me shallin, kuj që zi që e ke vendosur e të shko ka shumë. Më trego pak për detajet, si u mblodhet, si u organizuat, sa herë jeni mbledhur, po ashtu dhe cili është qëllimi juaj, kaq larg nga Amerika, teksa jeni solidarizuar për këtë protestë. Po. Që jam mbledhur këtu sot, kanë ardhur nga qytete të ndryshme. Unë vetë me organizatorët nga Washingtoni, por plot e për plot që jemi organizuar nga Kalifornia, nga Texas, nga Illinois, Florida e më tej për të ardhur këtu sot, për të dhënë një zë të bashkuar të diasporën shqiptare që ne i bashkëngjitemi 5 kërkesave nga Tirana që këtu sa po votan edhe sa po unë mbështetën. Ky është mesazhi i diasporës. Jemi të gjithë këtu për të thënë me një zë, diaspora nuk kesh kur gjeu të ret. Tani t'ju pyes pak, më e the, po. A do ma lejosh një të ftuar, zotin Alfred Muharremi do ta bëj një pyetje? Patjetër. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, zotëri. Ju falenderojmë për angazhimin tuaj. Të protestosh është e drejtë qytetare, legjitime. Por ajo që duhet të them unë është në 11 maj, Amerika, pra gjithë shqiptarët që jetojnë në Amerikë, ja dhanë votë besimin kryeministrit Edi Rama. Pse duhet pretendohet që kjo kërkesa juaj për dorëheqjen e Edi Ramës të jetë shumë legjitime? Dua të përgjigjem pyetjes tonë sa më saktë, do ta kërkoj ta përsëris, sepse këtu ka shumë zëra që po bërtasin Rama ik, Rama burg. Po, ajo që unë duhet t'ju them, në 11 maj, shqiptarët që jetojnë në Amerikë i dhanë votbesimin e qeverisë Rama për drejtuar vendin dhe me një kontratë 4 vjeçare. Pse duhet që të merret parasysh kjo kërkesë juaja me një grup caktuar individësh ku shumica për ju atje ja ka dhënë votbesimin e Edi Ramës për qeverisë 11 maj. Kuptova, e kuptoj që do të tregosh një tip kontradikte, ti suportit që ne kemi sot kundra kësaj qeverie dhe në thonjza votimit apo mbështetjes që është dhënë më përpara qeverisë, por nëse duam të hyjmë në teknikalitet për mënyrën se si ato zgjedhje janë zhvilluar, jemi të gatshëm për këtë lloj debati. Faktikisht kemi bërë shumë stesa që të hyjmë në Zoom live dhe më shumë moderatorë në Tiranë, protestues apo të tjerë, apo njerëz për intervista për të marrë faktet e votimeve që janë bërë, nëse si janë përfaqësuar apo nuk janë përfaqësuar saktë shqiptarët të diasporës. Me fjalë ju keni votuar? Një sekond, lutem, një minutë. Keni votuar, keni votuar ju zonjë? Se kishe mbiemrin? Dodi. Zonja Dodi, keni votuar? Ju e keni shprehur vullnetin tuaj në votë, keni votuar? Ndërprerësëri dhe nuk e dëgjoj këto. A keni votuar? Keni votuar në zgjedhjet e majit 2025? E dashur më dëgjon. Kam votuar në Skupën e Lira dhe i kam marrë Rama 800. Të lutem mund të i përshkruash pak zgjedhjet e lira sipas teje? Jo, pyetja ishte a keni votuar, a keni votuar? Ka patur diaspora, është shumë përfaqësim ka patur diaspora në to. E dini ju zonjë numrin e vërtet aktual të shqiptarëve të diasporë? Ajo ka dalë për protestë dhe mjafton edhe 2 ditë pyetja pas. Alfredit. Edhe 2 ditë pas zgjedhjeve del populli thotë. Po nëse i flet lart ai nuk dëgjohet. Edhe një herë të lutem se nuk u dëgjove. Të lutem, mirë vazhdo. Jo, dashur, edhe një herë se e sistemova studion, po të dëgjon ty. Një herë. Jemi live, jemi duke të dëgjuar. Më thuaj se ndoshta Alfredi të ngatroj pak të futi në ca ujëra politik që i shërben atij, me sa kuptoj qëllimet e tij politike kanë fjalën, kuptohet. Më trego pak, pse po protestoni sot? Më trego pak për mënyrën se si është organizuar protesta, më trego pak sa do qëndroni, kur do organizohet sërish. Po, a do organizohet?
në fund të majt, në fillim të korikut, aktualisht ne i morëm tajmet se ç'po ndodhte në Shqipëri dhe arsyem se njerëzit po dilin në protest, që ka filluar nga Zvërnici, nga Idete Sazanit, por përgatitur që kjo që vetëm kupa që u derë mbas shumë vitesh probleme që nuk ishin të përgjigjura ndaj qytetarëve. Neve këtu në diasporë jemi shumë të ndjeshëm ndaj çpopullimit që është bërë në Shqipëri. Çpopullimi është diçka e qëllimshme, diçka që ndodhet në mënyrë aksidentale. Andaj u çuam me qytetet tona përkatët, vullnetarisht për të organizuar protestet tona. Në Washington, në Boston, në Philadelphia, në Los Angeles e mëtej. Më pas, organizatorët e këto protestave mblodhen të gjithë bashkë të organizonin një krye protest këtu në New York. Arsyet pse, nga diaspora e madhe që ekziston në New York, dhe dyta për të dhënë një mesazh përballë kundës. Besoj se edhe të ftuarit në studio janë të qartë, ke një mesazh të fundit përpara se të përshëndes? Jo, një pyetje. Sa të mbaroj këtë, sepse kur i flet ti nuk të dëgjon. Nuk e di pse nuk i të shkruhet zërin. Alfred, më qëndro se kisha. Jo, një pyetje lutem, sepse për një gjë që jemi zgjuar shumë mirë si patronazhist, këtë e kemi dhe e njohim individin, edhe kë kemi edhe kundërshtar. Jeni marrë në zgjedhjet e 11 majit të komunikimit të diasporës me një grupim politik, lutem? Shpejt e mori informacion. Po çfarë na dinë atë? E kupton që informacion marrin këto. Po e njohim një kundërshtarin, kisha arsye. Po nuk është kundërshtar. E kupton sa shpejt informacion në studio. Sa shpejt jemi informacion në studio. Për një zonjë a zonjush qytetar kujdo grupimi politik të përkas ka drejt për protestuar. Të lutem Greta, të lutem, unë ajo që duar të them, duhet ta pyes zonjën, sinqerisht. Zonja Dodi ka qenë pjesë e një grupimi politik dhe është marrë me angazhimin e votave të diasporës në Amerikë për një grup caktuar politik. E dua të gjeni nga ajo. Po një minutë për se ta shpjegojmë pse e bëj këtë pyetje. E para tregon se çfarë lloj organizimi ka në Greta. O zot, tani o zot, në 5 minuta intervistë arriti të gjej me emër, me mbiemër dhe me kë është organizuar. Me kë ka qenë. Ja, po të dëgjoj përgjigjen njerëzit në kundërshtar politik janë publik nderuar. Më dëgjoni? Po. Po. Atëherë, kemi disa mesazhe, por nëse do jepja një mesazh të përgjithshëm nga të gjithë ne këtu bashkë, është që diaspora është e fuqishme, diaspora është bashkë. Diaspora është me një mendim, edhe diaspora vjen shumë shpejt në Shqipëri, sepse ka qytetërim edhe ka shtetësinë shqiptare. Na pyesin shpesh pse ju në diasporë pyesni për këto protesta, sepse e para jemi i shtetas shqiptar, por edhe nëse nuk jemi i shtetas shqiptar, kemi prej ardhe shqiptare, dhe ne kjo çështje na takon. Nuk ka nevojë të justifikim për të mbrojtur tokat tona, për të mbrojtur shtetin ton dhe për të mbrojtur territorin ton. Kjo është një drejtë e mirë që unë dua një përgjigje për pyetjen që bëra me të lutem. Po ju avasi përgjigje, çfarë do lloj qasje politike të tha zonja, unë protestoj si shqiptare si diasporë. Me qëllimin që kam mbi, edhe ta dëgjoj pyetjen dhe ta dha përgjigjen, Alfred. A mund të them diçka? Mund të them diçka? Po të më hosh. E nderuar, unë quhem Të falenderoj. Të lutem, më dëgjoj sekond. Quhem Armir Shkurti dhe kem mbështetjen time të paparë dhe respektin tim të jashtëzakonshëm. Bravo ju qoftë edhe vazhdo. Shumë faleminderit dhe Faleminderit ju. të ftuar na kontaktoni në online për gjellën mesazhe. Shumë prej nesh jemi larguar nga Shqipëria në moshë shumë të vogël, unë në moshën 6 vjeçare, por e ruajmë Shqipërinë në zemër dhe këtë punë do e çojmë deri në fund. Do të kujtoj vargjet e Nolit, mbau nën mos ke frikë, këtë radhë se ke dhe vajzat në Amerikë. Faleminderit. Mirë, e përmbyll e bashkë me këtë vargje duke përshëndetur edhe Dodi që Emocionuse kishin se ne po luftojmë pikërisht për këtë brez. Dhe unë i kam patur në studio shumë vajza dhe djemë të rinj të cilët kanë ardhur nga diaspora pikërisht për këtë protestë. Do me thënë se pra Po Genti. Vajza dhe djemë cilët janë larguar në moshë të vogël dhe që kanë akoma një lidhje, një ndjesi pozitive për të mbrojtur vendin e tyre. Ndryshe nga të tjerë që kanë humbur çdo lloj lidhje dhe çdo lloj kontakti me vendin e tyre, ata dalin dhe mbështesin qytetarët shqiptar dhe kanë të njëjtën ndjesi për të mbrojtur vendin e tyre si ne që jemi këtu. Pra kjo është për të përgëzuar. Fiks. Absolutisht,
Për një gjë kemi rënë gjithë dakord, dhe bashkë me zotin Muharremi, që e drejta për të protestuar është e drejtë legjitime, një gest shumë qytetar, një gest i cili një mekanizëm, nëse mund ta cilësojmë kështu, i demokracisë, dhe uroj që sigurisht duke edhe kundërshtuar zërat e cilët janë në protest edhe linçojnë apo kanë gjuhë rrejtje ndaj atyre të cilët nuk kanë dëshirë apo nuk kanë qejf të jenë pjesë e kësaj proteste, dënojmë dhunën. Edhe në anën tjetër, absolutisht pa dashur të justifikojmë njërin edhe duke legjitimuar tjetrën. Rrymat dhe nga gjithë individualitetet atje. Në këtë protest. Në këtë protest. Nga gjithë hallet, nga gjithë moshat. Ajo që unë dua t'i them me shumë dashamirësi politikës, asaj në pushtet dhe asaj në opozit. Ju lutem, lexojeni protestën. Lexojeni protestën. Sepse shumë kollajt thuash kam dalë ca, apo ama se kështu e ka populli, ama se kështu shkon. Lexojeni se është proteste me thirrje të brendshme. Pra nuk i kanë thirrur partit. Partia i nxjerr edhe i mbyll shtëpi. I nxjerr dhe i jep molotov. Kurse këta ka thirrje të brendshme dhe nuk dela në Amerikë. Prandaj doli te Se ka mbështesi një parti politike mbështesi parti. Nuk kanë dalë atje. Nëse janë eksponent politik që po marrin drejtimin, tani lutem si ta kuptojmë. S'është puna eksponent, nuk do ta marrë eksponent. Në 11 maj ka marrë vot besimin ato. E ka marrë, vota është bursi dashur Alfred. Votën Berisha në 96-ën mori 96 deputet. Mbas një viti iku. Vota është burs, mund të kesh 800.000 vota sot, por nuk i ke nesër. Dhe një gjë që desha të them për pjesën e reviewve. Populli ka votën edhe këtë pëlqimin nëpër restorante. Dhe votën ne themi, ju thoni jo, po ne themi që është vjedhur ose të dërstuar. Pëlqimin një pjesë e njerëzve e kanë përdorur si armë. Është djegur i njohur me thatin, megjithëse unë jam edhe pse u dhëm Mirelës dhe një pjesë e njerëzve, ndoshta me të drejtë, por kjo është luftë dhe do zgjedhësh kahun. Nuk mund të rish më njanë, edhe këto bizneset e vogla, që kanë frikë nga tatimorët dhe nga këto, duhet zgjedhin. O do paguajnë kostën e tatimorëve do vinë atje, o do paguajnë kostën e reviewve të rinë me frikën e tatimorëve. Ky është populli, aty në shesh ka dalë fjala revolucion dhe mos e merrni me shaka. Prandaj them duhet lexuar protesta. Në qoftë se kalon në kaos, kosto është e jashtëzakonshme për vendin. Dhe prandaj themi ne përgjegjësi organizim. Prandaj duhet të reflektim nga politika, atë po duhet lexuar. Zonja dhe zotrin, do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare dhe më pas Ama çu bëmë koncertin të keqen. Në pjesën e dytë, vetëm pas pak.